Bashkimi Demokratik për Integrim sonte ka mbajtur tubim në qytetin e Gosivarit, ku të pranishëm kanë qenë tërë kreu i BDI-s nisur nga lideri Ali Ahmeti, ministra, zëvendës ministra, deputete, funksionar të partisë, deri te numri i madh i elektoratit, duke i dhënë mbështetjen më të fortë pretendentit për kryetar të komunës Nevzat Bejta. Lideri BDI-s Ali Ahmeti tha se BDI ka hyrë në këtë zgjedhje me një mendje të ndarë që të begatoj dhe të përparoj ende më shumë punët dhe veprat që na nderojnë dhe na lidhin më shumë me qytetet dhe vendpanimet tona. Për atë program të cilin e kanë hartuar bashkë të gjithë ekspertët duke dëgjuar edhe Nevzat Bejtën si kandidat për kryetar, duke angazhuar ekspert edhe nga pjesa dërmuese e vendbanimeve të Gosivarit. Unë u siguroj ju që Bashkimi Demokratik për Integrim, atë që e thot, atë që e ka shkruar edhe i del Zot, sepse ka forcë, ka energji. Unë nuk dua të krahasohem me të tjerët. Unë nuk dua të nënçmoj të tjerët, por vërtet Bashkimi Demokratik për Integrim matet, apo si thot populli, përballet me tesh e jo me shqerra. Ndërkohë, pretendenti i BDI-s për Gosivarin Nevzat Bejta tha se kundër kandidati i tij merret me shpifje, gënjeshtra dhe ofendime. Të gjitha këto projekte, të cilët na i kemi paraparë, që janë projekte të mëdha, që duhet i përmendje edhe disa projekte, atë që e kanë masë të nevojshme Gosivarasit, na kemi bërë në mandatin e shkuar. Do ndërtojmë shumë kanalizime për ujrat e zeza, të cilët vendbanime nuk kanë as projekte as leje. Atje do të bëjmë. Atje ku ka projekte dhe leje që kanë ngelur dhe janë pluhrosur në arhivin e komunës të Gosivarit, do t'i nxjerrim edhe prej ditës së parë do të fillojmë të ndërtojmë kanalizime për ujrat e zeza, që qytetarët e Gosivarit të kenë një ambient të pastër. Po ashtu kemi ndërtuar rrugë, për në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, na do të bëjmë rrugë, po jo rrugë që për një muaj prishën. Do ndërtojmë rrugë si mbas standardeve evropiane.